Radha është tani për mysafirët në studio, të ftuar janë Artan Aliaj, analist politik njës si proceseve zgjedhore. Mirëmbrëma, mirë se vini zoti Aliaj. Mirëmbrëma, mirë se vini. Po ashtu me ne është edhe Naim Sadiku, gazetar. Mirëmbrëma, mirë se vini zoti Sadiku. Mirëmbrëma, mirë se vini. Falenderoj shumë që të dyve për prezencën. Natyrisht në fillim duhet të flasim për rezultatin e zgjedhjeve lokale të SDL zoti Aliaj. Si e pati ju këtë rezultat, cila është analiza juaj për këtë rezultat që kanë shënuar subjektet politike? Po tash, në nivel vendi, pam që se cila parti politike, s'paku këto trit mëdhajat, kanë gjetur arsye që të festojnë dhe të thojnë që kanë pasur rezultate mirë. Unë ndoshta ma shumë isha fokusuar në këto qytetet të mëdha. Do të ndalemi veç e veç, por fillimisht një analist përgjithshëm. Përgjithësi, unë kam pas breng nëse dalja në zgjedhje do t'jetë e madhe ose jo. Në bazë të numërave shihet që dalja ka qenë mjaft e madhe. Kështu që ky është një lajm i mirë, mendoj që pa marrë parasysh krizës që kemi në nivelin qendror, siç duket qytetari e ka vlerësuar nivelin lokal të zgjedhjeve si të rëndësishëm dhe ka dalë në një numër mjaft të madh nëse bazohemi në numrin e qytetarëve rezident në Kosovë, pasi që kemi diskutuar edhe dje në studion e juaj edhe në studio të tjera që numri prej 2 milion votuesve nuk ka të bëjë me numrin e qytetarëve rezident në Kosovë. Dhe si tillë përqindja e paraqitur nga KQZ ndoshta është më e vogël se sa ajo që është reale. Mendoj që reale është mbi 60% dhe një dalje e tillë mendoj që është shumë e mirë. Në anën tjetër vlen të theksohet prapë, kemi thënë edhe përpara, proceset zgjedhore në Kosovë tashmë vetëm janë në standarde mjaft të larta. Jemi definitivisht shembull qoftë për rajon, ndoshta edhe për vende tjera të Evropës. Kështu që ky është një lajm i mirë, ka qenë festi i demokracisë dhe si tillë e vlerësojmë dhe e përshëndesim. Po, Sadiku, një analizë juaj e shkurtër për këtë proces që u zhvillua dje. Absolutisht, për të vazhduar ku e la zoti Aliaj, qytetarët e Kosovës vazhdojnë të tregojnë një kulturë të jashtëzakonshme të qytetarisë edhe të demokracisë. Kosova absolutisht edhe lirisht mund të rangohet në mesin e shteteve që praktikon zgjedhje shumë të mira edhe demokratike. Gjithë procesi ka kaluar në frymën më të mirë pozitive edhe normalisht rezultati i partive politike është i ndryshëm. Nuk është veç tash elektorati i Kosovës absolutisht shpesh është i çuditshëm edhe ndëshkon, por edhe çon mesazh tek partitë politike për reformat që duhet t'i psojnë pas secilit proces zgjedhor. Një i tillë ka ngjarë edhe tash, edhe shpresoj që këtë frym pozitive dhe këtë qytetari që kanë treguar qytetarët e Kosovës të reflektohet edhe me veprime që duhet t'i marrin partitë politike secila veç e veç për këtë rezultat që kanë shënuar absolutisht befasi në disa komuna, por edhe rezultatet e pritura në disa të tjera. A është e pritur për ju të dë, fitoria e Ramiz Ladrovsit në Drenas, nga që e kemi edhe musafir njërin prej kandidatëve atje për asamblesë, dua ta diskutojmë fillimisht Drenasin, zoti Aliaj. Mendoj e them që kemi diskutuar edhe dje, ndoshta jashtë kamerave kushtrim bashk, kam thënë që pritet që Ramiz Ladrovsi të jetë me të vërtet një prej befasive. U tregua kampion? U tregua kampion me plot fjalë. Dhe mendoj që ky ndoshta është rezultati që na ka befasuar të gjithëve, në kuptimin e asaj që kemi të bëjmë me një kandidat të cilin partia e tij ka vendosur ta dhe as Dadaraz nuk i fitoi zgjedhjen. Ta zëvendësoj dhe kam përdorur edhe terminologji të tilla si Dadaraz. Thuaj që PDK-ja e ka Drenasin një bastion dhe s'mund të thyet, ja që doli që një kandidat i vetëm, si zoti Ladrovci, mundi ta thyej ndoshta atë bastion, edhe pse ai pretendon, edhe dje, edhe gjatë fushatës ka pretenduar që ai vazhdon të jetë pjesë e PDK-s dhe për të ka thënë që fitoria e tij është fitore edhe PDK-s. Mendoj që kjo ka qenë ndoshta më shumë një luftë e brendshme partijake, të cilën zoti Ladrovci u desh ta fitoj në formë më të rëndë. I 52% të votave. I dyti u rendet të treta Hajdari me 37.31% të votave dhe treta zona tërëditës. Kur e kemi parasysh që në 2 zgjedhjet e fundit, kur zoti Ladrovci ka qenë kandidati i PDK-s, ka shkuar në ballotazh. Këtë herë si vetëm kundër strukturave të partisë së tij, fiton pa ballotazh. Kështu që
kjo është mendoj një gjë shumë e rëndësishme dhe tregon që sidomos në nivelin lokal, figurat individuale kanë ndikim të madh. Dhe kjo është treguar edhe në komuna tjera, mirë po në këtë rast shihet që është. Edhe pse, po, mendoj që pikërisht pse herën e kaluar ka qenë balotazh në llogën e PDK-s dhe kësaj here pa PDK-n dhe vet ka arrit me fitu pa balotazh, është pikërisht është ndëshkuar arroganca. Arroganca e liderit të Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe arroganca e eksponentëve të tjerë të këtij subjekti politik të të cilët nuk e kanë përqafuar qytetarët e Tiranës dhe kanë ndëshkuar në mënyrën më të mirë. A ishte befasi? Ishte pak sa befasi, sepse normalisht duke njohur drenasin si themi bastion të Partisë Demokratike, paktën balotazhe të gjithë e kemi prit një balotazh, por jo këtë rezultat, por po them që këtë rezultat e ka shkaktuar arrogancë. Në zgjedhjet e fundit edhe mënyra gjithsesi se menaxhoi situatën zoti Ladrovci, kreta ato pretendime që dolën në publik patën kundër efekt edhe e menaxhoi shumë mirë më pastaj edhe pikërisht pajtohem edhe ajo intervista ose ai emisioni që organizua lidhur me atë audiencizimin në Dugaxhin. Në Dugaxhin këtë rast, siç e thatë ju, mendoj që e menaxhoi shumë mirë edhe atë situatë. Edhe këtë realisht u rrit. Këtë filloi rritja e Ladrovcit edhe përmbysja një farë me kësaj çka e shohim sot. Në zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2021 në Drenas pikërisht Ramis Ladrovci e kishte kundërkandidat Driton Ajazin. Dhe zotin Ajazin e kemi drejt për drejt tani. Mirëmbrëma zoti Ajazi. Mirëmbrëma. Garuat kësaj radhe si pres i listës së PDK-s, pra për asamblenë komunale, ju kisha ftuar këtu në studio, u shprehni të bindur se do ta fitoni garën me Petrit Hajdarin, por që ndodhi e kundërta, zoti Ajazi, ju mposhti Ramis Ladrovci tër PDK-n. Realisht, ashtu siç kemi thënë edhe ne, kandidati tani me fitus zoti Ladrovci e ka keq përdorur dhe ka dezinformuar opinionin publik duke e shfrytzuar gjithë infrastrukturën e pushtetit që ka qenë duke qeverisur tash 9 vite dhe komplet propaganda e tina ka qenë se ai është PDK dhe komplet infrastrukturën e pushtetit duke shfrytzuar edhe administratën e ka shfrytzuar për fushat dhe kjo ka ndikuar te njerëzit duke krijuar konfuzion dhe ka ndikuar edhe te votuesit. Këtu kemi edhe një çështje tjetër ku shiquar nga rezultatet të cilat i kemi nga kandidatët tjerë për kryetar, të gjithë kandidatët tjerë për kryetar kanë shumë më pak vota se sa që kanë listat për asamble. Kjo na lën me nënkuptu se atë është bërë një marrëveshje e fshehtë prapasken edhe me parti tjera politike, të cilat e kanë mbështet në listën për kryetar zotin Ladrovci, ndërsa në listën për asamble i kanë mbështetur kandidatët e tjerë. Kështoja faktin këtu, për shembull, Lëvizja Vetëvendosja, në mënyrë të hapur eksponent nga qendra e saj kanë mbështet haptazi zotin Ladrovci në këtë garë, ku për kandidatë për kryetare kanë pas një vajzë të jashtëzakonshme, një vajzë që ka qenë opozit shumë e mirë gjatë qeverisjes të kaluar si asambleiste në asamblejnë komunale, mirë po ata nuk e kanë mbështet atë, por e kanë mbështet kundër kandidatin tonë tani fituesin e këtyre zgjedhjeve, zoti Ladrovci, çka e tregon edhe rezultati, ku ajo kandidate për kryetare i ka 1007 vota, ndërsa lista për asamble i ka rreth 2000 vota. Zoti Ajazi, nëse... Zoti Sadiku, vetëm pak lutem. Në studio zoti Ajazi kam ftuar edhe 2 panelist, Artan Aliajn dhe Naim Sadikun, dhe dëshirojnë të inkuadrohen në këtë bisedë. Pa problem. Zoti Ajazi, teksa po thoni pra që ka pas marrëveshje me parti tjera, me siguri keni pas të ditra, apo jo, sepse edhe një ditë para zgjedhjeve keni qenë të bindur që do të fitoni pa balotazh. Po, shiqeni, zotri Sadiku, Partia Demokratike në vazhdimsi ka qenë fituese zgjedhjeve që nga pas lufta dhe ajo nuk ka paraqit ndaj dilemë për zgjedhjet lokale dhe ne nuk e kemi ditë që ka ekzistuar një marrëveshje e tillë, mirë po ajo po pas publikimit të rezultateve se me të vërtet ka ekzistuar një gjë e tillë, sepse kjo po dëshmohet përmes rezultateve dhe po e them prap ajo
paraqitjat e zotit Ladrovci për opinionin publik duke u thirrur çdo herë nëse ai është PDK, kjo edhe ka kriju konfuzionin të qytetarët dhe shumë nga qytetarët edhe në për gjatë fushatës na kanë thonë se edhe zoti Ladrovci ish PDK dhe neve shumë herë na ka desht me sqaru sepse ai në këtë zgjedhje nuk e ka përfaqësuar Partinë Demokratike. Edhe jo jeni paraqitur zgjedhjet e kaluara si PDK, por se keni pas bashkëmbështetjen e njëjtë. Realisht ka qenë një garë tjetër nga para 4 vite nga tash, sepse une nuk kam qenë në pushtet dhe nuk e kam pas infrastrukturën e kryetarit aktual, gjë që e ka bo shumë pabarabart garën tem realitet me garën që e ka pas tani zoti Ladrovci, i cili i ka shfrytzuar gjitha resurset e pushtetit dhe logjistiken e pushtetit për të vazhduar garën dhe fushatën zgjedhore, po tjetër ku ka pas edhe në listën e tij votuese, ka pas biznesmen mjaft suksesshëm të cilën e kanë mbështetur në fushatën zgjedhore dhe ja kanë bërë më të lehtë aktivitetin e tij dhe në fund ka dalë rezultati i cili është rezultat për çka unë edhe e kam përshëndet edhe komoru përmes rrjeteve sociale. Zoti Ajazi, Zoti Ajazi, thash në zgjedhjet e fundit keni qenë kundër kandidat. E humbët garën për rreth 700 vota apo jo? Po të ishet jo, saj radhe e kandidat, do të arrinit të mposhtit zotit në Ladrovci apo jo? Po, shiqani, organet vendimorëse të Partisë Demokratike vendosen që kur morën vendim që ta nominojnë kandidatin për kryetarin këtë zgjedhje, vendosen që mos të më nominojnë as mua as zotin Ladrovci. Dhe une u pajtova në këtë format që të shkojmë bashkarisht jo imunitet dhe të vazhdojmë politik bërjen në nëmbrellën e Partisë Demokratike dhe të ofrojmë qytetarit një plan program zhvillimor për të qeverisur për 4 vitet e ardhshme. Mirë, po këtë gjë nuk e pranoj zoti Ladrovci për çka unë do dhe krijoj një iniciativë në emrin e tij personal edhe i shfrytëzoj gjitha resurset edhe aktivitetin e tij që ka qenë pjesë e pushtetit tash e 9 vite duke krijuar privilegje, duke krijuar shumë mundësi njerëzve, duke i mbështetur shumë njerëz gjatë 9 viteve të qeverisjes së tij, për çka ata i aktivizojnë në mbështetjet e tij dhe dul rezultate si dul. Zoti Ajazi dhe Artan Aliaj dëshiron të inkuadrohet. Deshte vetëm një pyetje, tha që zoti Ladrovci është ish antar i Partisë Demokratike të Kosovës, ndërsa ai në anën tjetër insiston që është antar i Partisë Demokratike të Kosovës dhe insiston që do ta marrë përsëri degën e Partisë Demokratike nën kontroll. A ka një vendim të partisë për përjashtimin e tij nga strukturat e partisë, ose jo, dhe nëse jo, a ka mundësi që ai të kthehet si udhëheqës i degës pra? Po, shiqeni, sipas statutit partisë, në momentin që një antar apo një kandidat i saj themelon një subjekt tjetër apo ka lënë një subjekt tjetër politik, ai tani më nuk i përket atij subjekti politik dhe këtë veprim e ka bërë zoti Ladrovci, ai ka qenë ushtrues detyre i kryetarit degës Partisë Demokratike në Drenas dhe në momentin që strukturat qendrore kanë emëruar kandidat për kryetar në këtë zgjedhje zotin Petrit Hajdari që të garojnë këtë zgjedhje lokale, ai e ka themeluar një iniciativë në emrin e tij personal dhe ka dalë nga strukturat e Partisë Demokratike dhe tani më ai nuk është pjesë e Partisë Demokratike. Po kjo s'do të thotë që s'mund të kthehet. Në petkun Njëtën rast e ka zoti Ajazi. S'do të thotë që s'mund të kthehet. Edhe nëse nuk gaboj, gjëja e parë që zoti Ladrovci ka thënë pas fitores së djeshme, ka thënë që fitoren ja dedikon Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Kështu që ai insiston që është dedikimin mund t'ja bëj kujt të dëshiron, mirë po ai tani më nuk e përfaqëson Partinë Demokratike me vetë faktin se në KQZ është regjistruar me iniciativë personale, por në njëjtën kohë edhe fitoria e tij na figuron si iniciativë në emrin e tij personal. Dhe tani më kjo i mbetet edhe organet Partisë Demokratike se si veprojnë, sepse edhe lista për asamble është ndarë në dysh, ku ne sipas rezultatit që janë deri më tani, duke mos u numëruar ato me kusht dhe ato nga diaspora, kemi arrit të sigurojmë rreth 10 ulse në asamblenë komunale, ndërsa lista personale e zotit Ladrovci i ka 11.
Falenderoj shumë. Edhe një çështje të fundit, besoj që është më rëndësi. Zoti Ajazin, dy pyetje në vazhdimsi të njerëz prej atyre që bëri zoti Aliaj. Ladrovci ka thënë që nëse i fiton zgjedhjet do të rikthehet në zyrën e PDK-s Drenas. A do ta lejoni nëse kthehet? A do t'ja lironi karrigën e kryetarit Degës? Edhe a keni me marrë përgjegjësi dikush prej jush, qoftë në Degën e PDK-s, në Drenas, qoftë në nivel qendror, sepse është një humbje e fiasko. Gjani, tani me Dega e Partisë Demokratike në Drenas e ka kryetarin e saj, e aja është Petrit Hajdari, une jam nën kryetari Degës Partisë Demokratike në Drenas dhe ne tani me e kemi legitimitetin e plot të veprimit politik në kodër Degës Partisë Demokratike, legitimitet të cilin na ka dhënë struktura qendrore e partisë dhe kjo mbetet të shihet dhe si do të veprohet dhe si do të procesohet nëse veç ai shpreh një dëshirë të tillë me këtë çështje besoj që do të merret kryesia qendrore dhe leadershipi i partisë, po jo ne si Degë e Drenasit. Mirë, zotë Ajazit, falenderoj shumë për kohën dhe gatishmërinë, si për herë. Kushtemisht e kënaqësi, faleminderit. Falenderoj edhe një herë zotin Ajazit. Ne vazhdojmë tutje me analizën e komunave të tjera dhe do të nisim pikërisht tani me kryeqytetin Aliaj, një rezultat të jetë i ngushtë i kandidatëve, megjithatë përparim Rama Deli pari, Ajrullah Çeku i dyti dhe më pas në balotazh nuk e siguron dot Urani Ismaili. Po, ka qenë një garë shumë e afërt, mendoj që është më e përafërta që kemi pasur ndonjëherë në kryeqytet. Ajo që vlen të theksohet është një disbalans i madh mes votave të kandidatëve dhe të partive politike. Se cila parti, mirë po mendoj që lajmi më i madh është që për herë të parë tash 2 cikle zgjedhore, Lëvizja Vendosje nuk është më partia e dytë, as partia e parë, as partia e dytë, mirë është partia e tretë me vetëm 20% të votave. Mendoj që ky është ndoshta numri më i ulët që e kanë marrë në 7-8 vitet e fundit dhe mendoj që kjo ka qenë ndoshta pak befasi. Kemi pritë rënje, mirë po rënja është gati për gjysmë. Kështu që është një rezultat shumë brengosës mendoj për ta. S'paku shpresoj që do ta marrin si të tillë, pasi që është mirë po është ndoshta pak edhe e papritur që ndoshta edhe përparim Rama të jetë i pari në listë. Sadiku për ju? Mendoj që pa marrë parasysh faktit që në anën tjetër Urani Ismaili e ka bën një fushat prapë shumë të mirë. Mendoj që nuk ka qenë edhe aq afër, pasi që e shohim që është mbrapa gati mbi 6.000 vota ndaj përparim Ramës, kështu që do thotë është një numër mjaft i konsiderueshëm. Do thotë pa marrë parasysh një programi mjaft të prekshëm, pa marrë parasysh një fushate mjaft të mirë, edhe pse kemi një rezultat më të mirë të Partisë Demokratike në nivel qytetit, ka tashmë është për herë të parë partia e dytë. Prap nuk ka qenë edhe aq afër ndoshta sa është menduar aq afër balotazhit. Dhe mendoj kjo ka qenë pak edhe papritur ndoshta. E diku për renditjen e kandidatëve në Prishtinë, po. Këtu ka ndodhur pak kështu një diçka që nuk është parashikuar, sidomos sepse shpesh është kritikuar kandidati vetëvendosës për shkak të asaj që vjen ka Prizreni dhe nuk do ta gjejë themi. Kandidati ka marrë 14.000 vota më shumë se partia. Tash bie që kandidati ka marrë shumë më shumë se partia. Por më pak se sa arbën vitin. Në rastin e Urani Ismailit është thënë që është bi parti. Tash i bie që prap partia është do të thotë rritja e PDK si parti ka ndodhur në kuvend komunal krahas emrit të kandidatit si Urani Ismaili. Pra këtë është problemi. Por problemi më absolutisht do të jetë kuvendi komunal, nëse nuk vazhdon me pas ndonjë koalicion që tash ka dallime shumë më të mëdha se ka pas zgjedhjet e kaluara ndërmjet 3 partive që kanë dalë para, do të jetë shumë problematike qeverisja, edhe kalimi pikave, edhe ashtu 2 vitet e fundit s'është i ka pas seanca Komuna e Prishtinës. Edhe përparim Rama, edhe Ajrullah Çeku të dytë nuk e kanë mri themi rezultatin e kënaqshëm, është dështim për të dy subjektet politike. Pse është për përparim Rama? Për shkak se nëse një kryetar gjatë 4 viteve ka arritur sukseset më mëdha, absolutisht do të shënonte rritje shumë të madhe në praktikat ose Megjithatë e ka rritur.
e ka rritur votën e LDK-s në Kryeqytet. Po, në krasë me rundin e parë, po jo me rundin e dytë. Ndërkaq, Hajrolla Qeko e ka zvoglu numrin e votave për kandidatin e këtij subjekti politik në zgjedhjet 2021, ta zëm Arben Vitjaj ka pas 42%, ky në rundin e parë ka 33%, plus asaj shtë pjesën që Hajrolla Qeko vjen nga një post i ministrit dhe nga një strukturë e fuqishme vetëvendosjes dhe nga një përkraje e madhe që ka pas nivelin qendror. Mirë, do të flasim dhe Aliaj për Prishtinën akoma, por do ta inkuadrojmë Halil Thaçin, kandidat i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të komunës Obiliqit. Mirëmbrëma zoti Thaçi. Mirë, disa ta kemi konfirmimin nga regjia për zotin Thaçi. Nëse mund të ndërlidhem dhe Aliaj. Prishtinë, mendoj që rezultati për kryetarin e komunës për mua nuk është ndonjë arsye për festë, dhe pse ata kanë festuar shumë dje. Nëse kanë festu mirë, po nëse je në pozitë të kryetarit dhe e merr vetëm 33.76% të votave, kjo nuk kupton që mbi 66% të qytetarëve të Prishtinës duan ndryshimin. Nuk kupton që mbi 66% qytetarë të Prishtinës. Shtoja kësaj faktin që në mandatin e dytë jo të gjithë kryetarët përfundojnë me këtë përqindje. Pra kryesisht e ruajnë të paktën 40. Po pikrisht edhe po e them, nëse ishe të gjithë kryetarë tjerë aktual që tashmë janë në balotazh, secili është mbi 40, spaku. Tash nëse marrim për shembull për krahasim Pejen, ku ka qenë një bastion i LDK-s deri vonë, tash për herë të parë besoj që është zoti Gaxheri në balotazh. Muhaxheri, falni. Ai ka marrë një numër Vërtet. Ka marrë një numër mjaft të konsiderueshëm të votave prap, do thotë është 48% nëse s'gaboj. Kështu që ai 27, po. Prap ka arsye për festë, prap 26.11% me rezultatet. Sido që tjetë është dallimi madh mes numrit të tij dhe numrit të votave që ka marrë përparim Rama. Thash që nëse shihet ky si një lloj referendumi për kënaqësinë lidhur me punën e kryetarit të komunës, kjo është një numër shumë negativ. E dim që ndoshta në vendet perëndimore nëse ka vetëm sondazh ku kryeministri ose kryetari i një vendi ka një pëlqyeshmëri kaq të ulët, ata japin dorëheqje vet. Do thotë për mua kjo nuk kupton që është gjysmë të garës. Balotazhi bëhet të jetë interesant. Pa marrë parasysh. Balotazhi jap dorëheqjen gjysmë të rrugës. Është gjysmë të garës. Se balotazhi është në gara kryesore ka qenë dje. Gara kryesore ka qenë dje. Përfundimtare është në nëntor. 66. Nëntor është zoti Aliaj. 6%. Ja, s'është korrekte. Në nëntor është balotazhi. Aty vendoset kush është kryetari. Po. S'mund të është tani dorëheqje. Nuk thash që duhet t'jap dorëheqje, thash e mora si shembull kur një numër i tillë i votuesve është në përkrahje të qeverisë së Prishtinës në 4 vitet e kaluara, për mua është brengosës. Nëse ata e shohin jo brengosës, nëse ata mendojnë që do të kenë prapë marrëveshje me Uran Ismailin ose PDK-n dhe do të rizidhet prapë mendimin e PDK-s, është diçka tjetër. Ne po flasim për një numër të cilin asnjë kryetar aktual i komunave që është në balotazh nuk e ka kaq tolet. Dhe ky është thjesht një tregues se qytetari i Prishtinës mbase nuk është i kënaqur me qeverisjen e Prishtinë dhe mbase do ndryshim. Dhe kjo mbetet të shihet pastaj në ballotazh ato do të konfirmohet ose jo. Po, dhe kjo garë ngushtë, Zotadiku, a tregon që do të ketë një garë të jetë interesante. Interesante, po një garë interesante, po edhe matematika interesante, absolutisht. Po, eleccionet vendimtare. Tash nisin këto partit politike, ndihmojmë ti këto, ne ndihmoj atë, tash ta zëm hin loj prizreni me Prishtinën. Po. Sepse janë PDK-VV, këto janë LDK-VV, edhe këso kombinatorika është kemi pa shumë herët, prandaj edhe shpesh flitet se duhet të ekzistojë ideja e balotazhit për shkak se as shumë po jap mundësi pazareve. Pazareve ku bëhet një koalicion, edhe mas 2 vite prishet ai koalicion, sepse bëhen gati për zgjedhjet pasuese dhe këtë 2 vitet e fundit qeverisës shkojnë me blokada, me sabotazha e me arsye të ndryshme. Ta zëmë kemi pas Prishtinën 2 vitet e fundit që non stop ka pasur e themi kritika dhe akuza për blokadë. Kemi pas Zhilanën që ka pas non stop akuza për blokadë nga niveli lokal ose nga partia që ka qenë në bashkëqeverisë që ka qenë PDK-ja e komunat e tjera që janë përballë me të njëjtin problem. Prandaj edhe tash do të mund të ketë kësaj lloj koalicionesh, por megjithatë komunat nuk do ta kalojnë këtë aspektin e këtyre matematikave, të cilat fund po e pson qytetari sepse 26 vite pas luftës, premtimet kryesore të kandidatëve kanë qenë uji, kanë qenë rrjeti kanalizimit publik, rrjeti kanalizimit, një trotuar atë, një ngjyrë e kuqe në qoshën e një rrugë tjetër, pra absolutisht premtime që do duhet ishin të harruara,
të ishin në përmirësim të vazhdueshëm, sepse ka nevojë, por jo premtimet e tilla pa një projekt madhor. Nëse flasim pak edhe për partitë tjera në komunën e Prishtinës, mendoj që edhe tradicionalisht, së paku 2 nga partitë politike që kanë hyrë në kuvend automatikisht janë aleat të LDK-s, sikurse është Aleanca për Adhurimin e Kosovës. Mendoj që edhe Lidhja e Prishtinës ka shumë gjasa tjetë po ashtu. Partia Socialdemokrate gjithsesi. Lidhja për Prishtinës aleate vetëvendosës. Nuk e dim atë. Nuk e dim atë. atë. Kanë bashkëpunu së fundme. Po, qeverisën e fundit, po, Lidhja për Prishtinës është kputur Po mirë, pikërisht aty ka qenë vetëm një individ, Femi Kupina, po. Po, tash i ka 5 ose 6 asambleist. Thanë 3 ose 4, po pa marrë parasysh ata do t'jenë prezident. Edhe 4 është Në varet se cilët do t'jenë, përse dim gjithsesi që s'ka shanca tjetë për krahas e lëvizjes vetëvendosje. Mendoj që nëse ishe është edhe guxo. Partia AK, Lidhja e Prishtinës, PSD dhe Nisma, nëse këto 4 do ta përkrahnin Lidhjen Demokratike të Kosovës, atë Lidhja Demokratike të Kosovës lehtë mund ta ketë shumicën edhe në kuvend komunal. Do të vazhdojmë të diskutojmë Prishtinën akoma, por do të provojmë me Halil Thaçin. Mirëmbrëma zoti Thaç. Zoti Thaçi, nuk e di a më dëgjoni sërish apo jo. Zoti Thaçi? Duket se ka të lashe me audion, zoti Thaçi, nga se ne e dëgjojmë shumë mirë, por ai nuk është duke na dëgjuar neve. Megjithatë vazhdojmë diskutimin në regjia, kur ta kemi gati, ju lutem të më konfirmoni, pastaj ta kyçim zotin Thaçi. Ishim duke folur akoma për Prishtinën, pra rezultatet janë këto që janë, koalicionet janë vendimtare apo jo. Sadiku, kush më mund të shkoj të bashkëpunoj, kujt i konvenon e kujt jo? Po këto tash koalicione, sidomos Prishtinë, kanë më varë shumë prej gjendjes në komunat e tjera, por edhe në nivel qendror, absolutisht, edhe nivelet qendrore, edhe mendoj këtë këngërsh institucional që ka shkaktu prej përfundimit zgjedhjeve nacionale në shkurt, deri më tash ka qenë pikërisht me i priç të zgjedhjeve lokale dhe më pastaj partitë me i bë këtu koalicionit është shumë përcaktuese, edhe koalicioni që mund të vijë në nivel qendror, edhe me koalicionet që mund të vijnë nëpër komuna, edhe në Prishtinë është i tillë. Urani Ismaili në debatën që i kanë pas në përballje me 2 kundërkandidatë të tjerë, nuk ka dhënë vijat kuqe, as Rama s'ka dhënë vijat kuqe, por ka dhënë vijat kuqe Hajrullah Çeku, mbetet më u pa se a do t'ja shtrit dorën themi Çeku Urani Ismailit për një koalicion të mundshëm ose jo, por është pak e besueshme që vetëvendosja dhe PDK-ja duke i pas parasysh të dallimet e mëdha mund të arrijnë një koalicion. Por besoj që qytetarë kanë ardhur në një pikë që jo domosdoshmërisht kanë me ndjek vijen e liderit partisë ose koalicioneve, po. Atë është presë. Por me nxit votuese sa e cati subjekte me votu themi një kandidat tjetër. Pra, Alia, nëse mund të ketë pra dhe koalicione, a mund të krijojnë edhe kundërefekt? Po, mendoj që do t'jetë e komplikuar çfarëdo koalicionin mes qoftë LDK-s, qoftë vendosjes me Partinë Demokratike të Kosovës. Mendoj që përvoja e PDK-s me LDK në mandatin e kaluar ka qenë shumë e hidhur. Bile ndoshta ende vazhdon, pasi që LDK pretendon ende që ndërmarrja pastërimi kontrollohet nga PDK dhe kemi pa gjithat krizë të madhe. Pa marrë parasysh cilat do t'jenë negociatat mes tyre, unë dua ta them të njëjtën gjë që tha zoti Sadik, unë shpresoj që qytetari i Prishtinës nuk do t'i merr për bazë çfarëdo lloj koalicionesh, mirë po do të vendosin vetë se cili mendojnë ata që është kandidati më i mirë për kryetarin e komunës. Edhe në të kaluarën kemi pa që shumë shpesh ndoshta rezultati i balotazhit ka qenë diktuar nga këto marrëveshje, ndoshta në raste të caktuara edhe të fshehura ose të heshtura. Dhe mendoj që nuk është mirë për demokracinë që rezultati i balotazhit të varet nga një marrëveshje mes 2 partive politike. Mendoj që qytetari duhet të jetë i vetëdijshëm aq sa të vendos vetë për kënd do të votojë në balotazh dhe shpresoj që njëta do të ndodhë në Prishtinë. Po, përveç Prishtinës, zgarë interesante u zhvillua natyrisht edhe në komunën e Mitrovicës së Jugut, ku Arjan Tahiri i PDK-s dhe Faton Peci i lëvizjes vetëvendosje kanë arritur që të sigurojnë balotazhin. Arjan Tahiri ka 47.89% të votave dhe Faton Peci 47.80% të votave. Garë këtu të jetë ngushtë vetëm 28 vota dallim. Zoti Ali, ai ndonë se ato exit pollet
e paraqisnin fitues pa balotazh zotin Tahiri, por që rezultatet konfirmojnë zyrtare të këtë se ka balotazh. Unë nuk dua t'i marrë parasysh ato exit poll-e fare, çfarë do debati rreth tyre është i tepër. Mendoj që një rezultat tillë sikurse ky në Mitrovicën e Jugut nuk më duket që kemi pas ndonjëherë kaq të parafort, 28 vota dallim. Kemi pas shumë të parafort. Kaq të ngushtë jo, po. Deri 200-300 vota, po, kaq ngushtë jo. 28 është shumë i ngushtë. Prishtinë ishte rasti, Arvana Brashi, Shpend Ahmeti. 67 vota, dikun ka qenë dallimi mes tyre. Po mendoj edhe Rama Vitia ka qenë mjaft i afër. Mirë, po ky është definitivisht shumë i afër. Por natyrisht janë edhe votat me kusht, votat me post, akoma. Po tash ajo është një pikpyetje e madhe, unë nuk e di nëse votat me post dihet në të cilat komune janë të ndara, paraprakisht ose jo. Në total dihet që janë 33.000 vota. Po. Nëse nuk a bëj, janë mbi 1.000 vota për Mitrovicën, që mund ta bëjnë dallimin absolutisht. Po, pikpyetja ime është mbase nëse ka mundësi që të anashkalohet ballotazhi për ndoshta jo, duke marrë parasysh numrin total të votave. Pa marrë parasysh është një rezultat shumë i afërt, mendoj që ka qenë garë shumë i afërt. Në fillim ka nisur ndoshta Faton Peci si më favorit, mirë po Arjan Tahiri performoi mjaft mirë gjatë fushatës, mendoj. Edhe kemi rezultat. Aliaj, po dua të ndërpres, kërkoj ndjes, nga që e treta vërteta me qasë do kemi Halil Paqin nga Lëvizja Vendosje, kandidat për kryetar të Obiliqit që ka siguruar balotazh. Mirëmbrëma zoti Paqi. Mirëmbrëma, faleminderit për inkuadrimin. Nga pamja duket që jeni I gëzuar, zoti Paqi, që keni siguruar balotazhin apo jo? Po, në fakt, unë fillimisht dua t'i falenderoj gjithë qytetarët e komunës së Obiliqit që më kanë bërë një nder shumë të madh që kanë votuar Lëvizjen Vendosje dhe respektivisht mua si kandidat për kryetar komune, që nga viti 2021 në vitin 2025 kemi një rritje enorme të mbështetjes, pra kemi mbi 3.000 vota më shumë nga viti 2021. Prandaj u jam shumë falenderues dhe shumë mirënjohës qytetarët të komunës së Obiliqit. Dhe me nëntor është balotazhi. Çfarë presni zoti Thaçi? Mund të ketë përmbysje? Sigurisht që po. Sigurisht që ne presim fiturin e padiskutueshme, sepse nëse hyjmë edhe kalkulojmë votat e tanishme, ne kemi një fitore karshi LDK-s me mbi 300 vota, sepse LDK apo kryetari aktual i komunës së Obiliqit ka marrë mbi 600 vota nga lista serbe. Keni parasysh që lista e listës serbe është votuar me 1.118 vota, ndërsa kandidati i tyre i ka vetëm 604 vota. Pra kjo shkarje e votave nga lista serbe është shkuar në drejtim të kandidatit të Lidhjes Demokratike, Xhafer Gashit, që ne si Lëvizje Vendosje jemi të parët me votat e shqiptarëve në komunën e Obiliqit. Do të thotë që në studio e kam ftuar edhe panelistët Naim Sadikun dhe Artan Aliaj. Zoti Sadiku dëshon të inkuadrohet fillimisht apo zoti Aliaj? Po, nëse bëjmë një krahasim, zoti Thaçi, Lidhja Demokratike edhe si parti është para jush, jo vetëm si kandidat. Kështu që nuk e di ndoshta sa është reale që lista serbe ka votuar vetëm për të. Në anën tjetër, nëse edhe pjesa e mbetur e votuesve të listës serbe do të votonin në balotazh për zotin Gashi, atëherë mbase fitoria është e tij. Shqene, nuk e di në çfarë mënyre për llogarit që ata janë para nesh. Ne kemi vetëm 50 vota lista jonë me listën e tyre diferencë, ndërsa lista e listës serbe ka 1.118 votues, ndërsa kandidati i tyre ka 604 ose 6 votues. Pra përsërisht aty. Zotri Thaçi, të lutem nëse mundem, unë jam duke pa faqen zyrtare të KQZ-s dhe dallimi mes partisë LDK dhe partisë Lëvizja Vendosje është 105 vota, jo 50. Edhe është e para. Unë prapë po them, po foli me shifra. Jo, është 300. 303 vota më shumë i ka LDK-ja se sa Vendosje në Obiliq. Jo, bëne një refresh. Po, e thash, unë e thash edhe fillimisht.
Unë e thash edhe fillimisht, këtë e thash edhe fillimisht. Të tregoj unë, ta tregoj. Unë thash që votat e listës sërbe Ka hyrë edhe më Po, pikërisht. kanë kaluar në tek kandidati i Lidhjes Demokratike. Kjo dihet në bazë të vend votime ku kanë votu Serb në shumicë Serb, shumicë jo për 100% janë Serb, dhe për këtë arsye unë po e them që ka mbi 600 vota të listës serbe që e kanë votu kandidatin e Lidhjes Demokratike. Sadiku, dëshon të inkuadrohet. Po, zoti Thaçi, me që po thoni pra që keni shënu, edhe është absolutisht rezultat i mirë për ju. Krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021 ku keni qenë kandidat, keni pas rezultat krejtësisht tjetër, pra keni qenë shumë larg. Çka shkaktoi këtë rritje për këto 4 vjet? Dhe a mos janë realisht edhe këto, sepse është raportu shumë që keni qenë bajeg ndikues në punësimet në këtë rajon? Shqyqene, unë në vitin 2021 nuk kam qenë deputet, dhe në vitin 2021, pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, unë jam bërë deputet pasi që Alban Hyseni e ka fituar komunën e Gjilonit. Po. Dhe po ashtu, në vitin 2025, që të dy kemi qenë në garë. Qafer Gashi si kandidat i Lidhjes Demokratike me numrin 11-12 aty diku, dhe unë kam qenë, të dy të kemi bërë një garë edhe për qytetin, edhe në qytetin tonë, pra unë kam fituar 4800 vota në Obelisq, ndërsa ai ka fituar 2400 vota. Krahasimi duket se nuk qëndron shumë, zoti Thaçi. Urna më falë se s'po dëgjoj. Krahasimi duket se nuk qëndron, nga që aktualisht zoti Gashi ju ka mposhtër i bie me 300 vota. Unë e thash që unë e thash përsëri, po e përsëres që 600 vota nga lista serbe kanë kaluar në tek kandidati i LDK-s, që unë jam i bindur që do ta fitojmë këtë garë, sepse qyteti i takon qytetarëve dhe komuna i takon qytetarëve sigurisht autokton që janë shqiptarët. Po, si do ta fitoni? Do të garani vetëm apo mund bëni koalicione me partitë politike? Ta zëm këtë rast mund bëni me PDK-n, me partitë tjera që janë në Obelisq. A i përjashtoni mundësitë e koalicioneve apo jeni të hapur për secilin subjekt politik? Kanë vota këta. Shumë pak vota. Po që ato që i kanë? Sepse edhe 300 diçka vota është dallimi mes të dyve. Unë kam qenë në baletazh edhe në vitin 2021 dhe nga 2500 vota në baletazh kemi kaluar mbi 4200 vota. Pra, edhe atëherë, edhe tani gjithmonë i kam ftuar qytetarët e komunës së Obelisqit të na bashkangjiten që ta bëjmë ndryshimin që i duhet komunës së Obelisqit, prandaj unë jam shumë i bindur që këtë ndryshim do ta bëjmë. Zoti Thaçi, falenderoj shumë për kohën dhe gatishmërinë që të inkuadroheshit në Infonata. Faleminderit shumë. E falenderoj edhe një herë tjetër zotin Thaçi, por ishim duke folur për Mitrovicën e Jugut, Sadiku, gara të jetë ngushtë apo jo. Në Mitrovicë çfarë mund të ndodhë në baletazh, ndonse edhe këto është pikpyetje, votat përcaktuese mund të jenë nga diaspora me kusht dhe ato me. Nëse një komunë ka marrë trajtimin pa meritor, ka qenë pikërisht komuna Mitrovicës, sidomos kur dolën këto edhe sondazhet, thuajse rreth 2 javë pas fillimit të fushatës, kur u fol për këtë përmbysjen, e sidomos exit pollet, pra që e zhvendosën totalisht themi diskutimin mbi gjendjen reale në terren. Absolutisht kështu është shpritur prej fillimit, por këto sondazhet edhe exit pollet krijuan pritje shumë të mëdha për kandidatin e PDK-s Arjan Tahiri, edhe që pritej pra që do të fitonte pa balotazh. Ka qenë kundërta në fillim, pra është pritur që fatën Peci pikërisht të fitoj pa balotazh, por performanca e Arjan Tahirit absolutisht ka qenë e tillë që ka përmbys dallimin e madh ndërmjet tij, sepse Arjan Tahiri nuk është njohur shumë në nivelin qendror, ka pas pak paraqitje publike, ka qenë në kryetar, por nuk ka pas paraqitje publike krahasim me Fatën Pecën që ka qenë
ministër që ka qenë çdo ditë në teren për shkak të sektorit që ka udhëheq, edhe normalisht fuqisë mbrapa të një makinerie të pushtetit siç është lëvizja vetëvendosur ku ka qëndruar për çdo ditë atje edhe zoti Albin Kurti. Por Arjan Tahiri është themi nuk është parë fillim pikërisht për shkak kësaj, por ai ka pas shumë respekt edhe ka gëzuar respekt për banorët nga banorët edhe rajoni i Mitrovicës, prandaj është ky rezultat edhe as pak nuk është befasues dhe do të jetë absolutisht tepër interesante se si do të jetë gara në balotazh. Për shkak të kohës do të shkojmë në dy komuna shpejt zoti Aliaj në Gjakov. Por jo, nuk te Mitrovica, Po jo se s'kemi kohën. Sadiku s'kemi kohë. Nuk duhet harruar, nuk duhet harruar. Analizë zgjedhore po bëjmë. Po, vetëm nuk bëjmë kemi të natën. duhet harruar këtë performancë katastrofale të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra e ka shndruar partinë minore në një komunë që ka udhëhequr më parë, edhe jo vetëm Mitrovicë, por edhe në komunat e tjera, pra pothuajse LDK është inekzistente në disa prej komunave dhe në mesin e tyre është edhe në Mitrovicë. Se ka ndodhur absolutisht duhet me Por ekzistente është në Pej pikërisht me Gazvend Muhaxherin që do të ketë kundër kandidat në balotazh Taolan të Kilmendin vetëvendosës dallimit siç thamë është 8 i madh 46 me 27% në favor të zotit Muhaxheri. Shkurtimisht Aliaj për këtë pjesë. Unë nuk pres ndonjë ndryshim këtu ose ndonjë surprizë në balotazh. Mendoj që zoti Muhaxheri është definitivisht favorit i pa diskutueshëm, pasi që dallimi është aq i madh, është mbi 7.000 vota dallim. Mendoj që është thuajse e pamundur që zoti Kilmendi të kthejë rezultatin. Zotë Alia, kështu ka qenë edhe Prishtina, por është përmbys. Mirë, po e dim që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës edhe në vitin 2013 është përmbys ende më shumë me Isa Mustafe në Shpend Ahmetit. Kështu kanë Por qenë në Pej, duhet ta kemi parasysh PDK-n dhe AK-n prandaj. mundësinë që parti tjera të hyjnë në koalicion me Lëvizjen Vendosje në Pej janë shumë të vogla, mendoj. Duke marrë parasysh që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka një numër mjaft të madh votave, gjasat janë mëse të mëdha që ata do të përkrajnë zotin Muhaxheri, pravi thash Gaxheri. Tipse të erdhë sërish. Në anën tjetër, edhe Partia Demokratike e Kosovës e ka një numër të konsiderueshëm, ka bashkëqeverisje edhe aktualisht. Kështu që mendoj që të dyja këto parti, qoftë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, qoftë Partia Demokratike e Kosovës, do ta përkrahin edhe nëse jo zyrtarisht atëherë indirekt. Sadikun në Pej. Absolutisht është vështirë me besu përmbysjen, pritet realisht me fitu Gazvend Muhaxheri, por sidoqoftë pra nuk përjashtohet përmbysja sepse ka ndodhur, kemi pasur edhe më herët me 22-3% ose 25%, është përmbys një 27%, 26%, ka pasur praktikat e tilla vetëvendosjes ja një vështirëson shumë pikërisht këto çësia e saj ndaj subjekteve politike, një gjuhë e ashpër, një fushat linçuese, prandaj do ta ketë vështirë edhe partitë tjera ta mbështesin kandidatin, pos nëse hyn në lojë kjo matematika e ndarjes së komuna. Mbështetëm ti këto, mbështes këto. Por ndryshe do të jetë shumë vështirë. Garë interesante për të jetë mes dy Ardianëve në Gjakov, Ardian Gjinit dhe Ardian Golës, apo jo? Ta ketë me emrin Ardian. Kjo është e sigurt. Kjo është definitivisht e sigurt. Mendoj që edhe në Gjakov është situat e ngjajshëm me atë në Pej, nuk pres ndonjë surprizas kështu. Mendoj që qoftë Partia Demokratike, qoftë Lidhja Demokratike e Kosovës do ta përkrajnë Ardian Gjinin, e kanë përkrahur edhe në të kaluarën. Dhe mendoj ndoshta edhe pa përkrahjen e tyre do të jetë fitues prap zoti Gjini. Nuk duhet të përjashtuar absolutisht ky rezultat i Ardian Golës është i jashtëzakonshëm, por marr parasysh se është kandidat tepër vonë, pak ditë para se me hy zyrtarisht fillimi i fushatës, ka pasur përçarje pak a shumë dega atje me emrin e kandidatit, por sidoqoftë në fund të gjithë janë bashku, edhe kanë sjellë një rezultat të kënaqshëm për Lëvizjen Vendosje që hyn në koalicion edhe që absolutisht që hyn në garë në balotazh edhe ul kaq shumë zotin Gjini që megjithatë ka pas një vlerësim për mënyrën e qeverisjes së tij atje, por vështirë se do të mund të arrëzojnë nga froni. Duke marrë parasysh vetëm edhe një shumë të rëndësishme ta përsëris, duke marrë parasysh numrin e votuesve në këto dy komuna, është gati e pamundur që të ketë edhe këto një performancë dhe rezultat shumë i dobët i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në Prizren, shkurtimisht se s'dua ta shkalojmë edhe Prizrenin, nga që na mbesin edhe shumë komuna tjera për të diskutuar, por Prizrenin. Unë mendoj që gjatë fushatës shumë njerëz nëpër studio, këta analista të quajtur të famshëm,
kanë para pa një garë shumë të ngushtë me Edhe zotit janë. Totaj dhe Mojta Rashit. Jo, nuk janë. Analista jo të famshëm po. Mendoj që dallimi është pak befasis, paku mbas asaj që kemi pa. Mendoj që pikërisht zgjedhjet e kaluara është folë që ka qenë Prizreni dhe Prishtina që kanë qenë si një farë lloj Trumpin mes LDK-s dhe PDK-s, dhe në këtë rast ndoshta do të jetë i njëjti. Dhe jam mëse i sigur që LDK do ta përkra Totajn, njëjtën kohë edhe komunitetet pakic përveç NDS-it me siguri do t'jenë krah ti dhe mendoj që s'do t'kenë ndonjë ndryshim. Vete Totaj. PDK-ja ka pasur bashkëpunim edhe të mëhershëm me sidomos me partinë turke, ka pasur edhe koalicion më herët, Zafir Berisha do ta mbështesë gjithsesi zotit Totajn, edhe pse po edhe AK-ja tashmë ka shumë pak vota, mbetet pak a shumë përcaktues drejt themi Dritan Selmana i Lidhjes Demokratike të Kosovës, për duke pasur parasysh Dritan Selmana ka qenë targeti i sulmeve të televizionit vendosje, do të jetë shumë vështirë bashkimi me Artan Abrashin, jo me Shaqir Totajn, por edhe bashkimi me Shaqir Totajn, edhe me Artan Abrashin vazhdon të adopsoj LDK-n në Prizren, e cila nuk po gjen rrugë të rritjes së shifrave, vazhdon të jetë në mes. Është një rritje, është një rritje. Është një rritje solide, por LDK-ja ka dhënë me komunën, me orme, me luftu për vend tretë është problematike. I falenderoj shumë për kohën dhe gatishmërinë të Aliaj, nga që na mbeten shumë komuna, por do të kemi rast tjetër, baletazhin natyrisht, për të diskutuar. Faleminderit juve. Sadiku po ashtu. Faleminderit. Ndruar shikues, do e mbyllim këtë edicion bashkëmi së Lishnës dhe deri atëherë natën e mirë, mirëmbëjtje.